Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Tani është koha për ato që ju pëlqeni më shumë, për thashe themet. Për këtë do të jemi në lidhje direkte me gazetarin e showbizit Elton Tozaj. Elton, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe ti faleminderit që bëre këtë parantezin që më duan shumë, po e dyshoj që më duan shumë. Komentet kanë ardhur që të duan shumë dhe shikueshmëria. Ju falenderoj për cilësimet. Një nga pyetjet që ka ardhur më shumë tek ne për të ta parashtruar ty është në lidhje me foton që ka pushtuar rjetin, le të themi, të Dolces në Dubai. Si shikoni ju këtë? Dolce në shikoj vetvetje. Është një gjë, dëgjoj, ka një problem. Dolce nuk na është paraqitur si njeriu perfekt. Dolce nuk na është paraqitur në një reality show si vajza që bën punë të shtëpisë, që mëson gjithë ditën, që shef nuk e di, National Geographic gjithkohës, që lexon enciklopedira. Jo, Dolce na është paraqitur si një vajzë që kurohet për veten, si një vajzë që udhton shumë, si një vajzë që bën një punë X të caktuar, edhe që ka dëshirë, edhe se ka fshehur kur këtë gjë, edhe mua më ka pëlqyer sepse është easy going, kur ka qef ose kur i pëlqen të ketë një raport patjetër që ka për ta pasur. Është në Dubai, e kemi parë një tavolinë me disa burra. Punë e saj, shpresoj të jetë paguar mirë. Edhe kaq. Çfarë mund t'i themi tjetër Dolces? Dolce nuk është, domethënë, po flasim për një personazh që nuk është se na është shitur ndryshe. Na është shitur kështu dhe po na jep këtë që na është shitur. Kështu që detyrimisht nuk është se na është shitur ndryshe. Është një personazh që kështu është kontrovers, është në botën e saj, nuk hiqet si gjithë këto protestueset që dalin, këto influencerat që bëjnë si të pëlluara dhe ndërkohë ikin në palas tek Green Coast. Kështu që është një njerëz, kështu e ka ndërtuar jetën dhe shumë mirë bën në fund e fundit, se është në drejtën e saj që të bëjë çfarë do. Në fakt, komentuesit më shumë kanë pasur për diferencën e moshës të Dolces me... Dashuria nuk një mosh. Po pse më xhaka të keqe? Dolces i ka pëlqyer. Mbase personin fjalë mund të ketë pasur një vlerë financiare goxha të mëdha. Mund ta shfrytëzojë edhe për këtë punë. Kemi disa personazhe, po të marr për shembull nga Big Brother VIP Kosova, ke Edona James, ke Mia Khalifën, që janë njerëz që përdorin OnlyFans për të fituar para. Dolce ka gjetur një mënyrë tjetër për të fituar para, kështu që nuk e paragjykoj, përkundrazi Eduard Trokas, që është treguar e vërtet dhe nuk na është shitur ndryshe në krahasim me të tjerat që ndryshe na janë shitur, si vajza që rrin gjatë gjithë kohës me shamite koka dhe me një përparse para lajnë shplajnë nga tuajnë, dhe ndërkohë nga ana tjetër janë bërnut. Dolce është vetvetja, kështu. Me që përmendëm Big Brother VIP Kosova, ke bërë një post për Benitën në rrjetet sociale ku ke thënë rrin me bodyguard se kam frikë se vjen dikush dhe i plas silikonin, diçka e tillë. Po, e kam bërë një televizion në Kosovë, është një deklaratë që e kam bërë dhe që vazhdoj ta bëj, sepse më duket anormale, realisht më duket anormale që personazhe 22 vjeçar që kanë dalë nga një reality show, siç është Big Brother, ja pra kjo është ajo që po thoya, që Dolce të paktën neve na ka treguar vetveten si është, edhe nuk është se më bën përshtypje fakti që unë e shikoj në Dubai me një plak, po më bën përshtypje fakti që një 22 vjeçare e cila pasi ka pranuar dhe ka bërë publikisht deklarata që është mbushur me filler, me silikon, etj. 22 vjeç, pa asnjë lloj karriere në jetë, pa asnjë lloj pune, si çfarë pune bën? Ti që ke një bodyguard me vete, shkon në një event të mikut tënd të ngushtë me bodyguard, për çfarë shkon, çfarë do t'i tregosh? Ajo ishte një lloj ironie me këto personazhe të cilat përveç se kanë shitur silikonin, nuk është se kanë shitur ndonjë gjë tjetër. Ti mua më ke thënë atë që ti ke bërë dhe ti pastaj mund të shikoj ty në një event me bodyguard. Për mua është gjë shumë e shëmtuar, për mua është një megalomani, më duken këto, i ke parasysh këto personazhe që vuajnë nga deliri i madhështisë, që kujtojnë. Big Brother ka një problem. Big Brother t'jep një famë që ty të fillon në momentin që mbaron Big Brother, që ty në moment që fillon Big Brother dhe të përfundon në moment që fillon Big Brother i tjetër. Ti mundohu ta shfrytëzosh të famë për të prodhuar, për të pasur
për të pasur prodhimtari për të qenë në treg, për të bërë një reklama, po jo për të mbajtur ti bodyguard, se fundi fundit kush je ti që mban bodyguard. Të rikujtoj Miley Cyrus pasi mori pjesë në Sunny Hill Festival, doli në mes të Prishtinës duke blerë perde dhe ishte pa bodyguard, dhe po flasim për Miley Cyrus. Po flasim për Gashin që doli dhe kërcente në mes rrugës me të gjithë shqiptarët, pa bodyguard, që janë yje ndërkombëtar, janë njerëz domethënë që kanë një lloj peshe aq të madhe sa që ajo shoqja atje nuk e di domethënë asnjë fije floku tek ata. Dhe kjo më del mua me një bodyguard, po për çfarë merr ti bodyguardin? Përveç se do kesh frikë nga dikush të shpoj silikonin, për çfarë do kesh frikë tjetër? Kur s'kishte frikë Miley Cyrus, kur s'kishte frikë Gashi, kur s'ka frikë Dua Lipa, kur s'kam frikë personazhe Rita Ora, personazhe të tjerë që kanë vajtur në Prishtinë, kanë performuar dhe nuk kanë pasur bodyguard më me vete. Për çfarë është dash bodyguardi kësaj? Njëjta gjë do ta lidh. Po për ta shoqëruar për çfarë? Për ta shoqëruar ti merr dikë të shoqëroj që quhen eskorta, që janë enkas për këtë punë. Merr një mashkull e zgjedh në katalog, një mashkull model dhe ai të shoqëron ty si partneri jot në atë mbrëmje. Ndërsa bodyguardi është tjetër gjë, për çfarë e ka shoqëruar? Për t'i hap derën e makinës. Nga kush do ta ruante? Po nga kush do ta ruante? Po nuk është Whitney Houston mi zemër. Nuk është filmi Bodyguard. Po flasim për një personazh që është rrëmbësje, është bishti i kavallit në showbizin shqiptar. Është një njerëz që njihet se ka marrë pjesë në Big Brother dhe se ka silikon, kaq nuk njihet për asnjë gjë tjetër. Njihet për Bugatin. Po ta gëzoj. Për këngën pra. Kjo nuk e bën, po ta gëzoj, po kjo nuk e bën atë personazh kaq të rëndësishëm sa që të ketë një bodyguard, që të lutem shumë. Megalomani, më keq se sa Soni Malaj, që atë doja të pyesja, për Soni Malaj, me që jemi të bodyguarda. Me që jemi të bodyguardet, kemi këtë fenomenin tjetër që pasi mori pjesë të Ferma VIP dhe që deri dje pinte kafe me shapka shtëpie poshtë kafja e lagjes, sot shkon në një event mode, në një nga vendet më të sigurta, në një event mode ku është në të gjithë shoqërinë e saj, ku janë kolegët e saj, dhe çfarë bën dhe kjo për të dukur se në thojza mori 300 drona edhe i duket vetja sikur ka kapu qellin me dorë. Ndërkohë ato 300 drona ajo tani e ka marrë vesh shumë mirë se nga kush i kanë ardhur, se si kanë ardhur fare nga Flori Mumajesi, po i kanë ardhur nga produksioni dhe ti për të dukur e rëndësishme në sy të publikut apo në sy të kolegëve tuaja që e dinë shumë mirë që ti dronat i ke marrë nga produksioni dhe nga Flori Mumajesi. Ti prap merr një bodyguard për t'i thënë të tjerëve që shiko, unë tash jam aq e rëndësishme se isha pjesë e finales Ferma VIP. Çfarë do thotë kjo? Tash ti më thuaj, tash të lutem, një njeri që nuk ka prodhimtari, bën një këngë një herë në Shënlesh, një njeri që i mbahet mend një këngë që ka bërë para 10 vjetës, se këto që ka bërë tash as nuk ja dëgjon më njeri. Një njeri që i rre menja se është Shakira, po ndërkohë unë kam thënë ajo është Shukria në krahasim me këto. Edhe del ti me bodyguard që tri nga mbrapa karrikës, një sfilat mode të shoqes tënde, po a ka gjë më turpshme, a ka budallik më të madh, a ka ignorancë më të madhe se sa të gjitha këta? Çfarë do t'i shesësh ti shoqes tate? Pse ti shkon me bodyguard në eventin e mikeshës tënde që të ka të vesh me fustane borxh? Për çfarë shkon ti në një event të tillë me bodyguard? Unë nuk e kuptoj se pse pikërisht e bëjnë para dhe pas daljes së Big Brotherit këto ndryshime. Jo, para nuk bëjnë ata, po pas e bëjnë, e kanë këtë, është ky, ne themi fluturon me pras, po këto me sa duket e kanë frekuentuar shumë muzician këto kohë dhe kanë marrë goxha pras që kanë arritur deri tek bodyguardi. Se mund të kuptoj. Nuk është se ka qenë një figurë që është njohur thjesht nga Ferma VIP. Po pra, po deri para Fermës VIP pinte kafe me shapka shtëpie poshtë pallatit. Dhe kur flas për shapka shtëpie, flas për ato që bëjnë plaç kur ecin, kraf. Edhe se ka kthyer kokën njëri për ta parë. Po flasim për një njeri që del në rrugë dhe nuk e kthen njëri kokën për ta parë. Ose për t'i vajtur për të kërkuar një autograf apo paparac. Okej, tani do të ndalemi pak tek çifti më i dashur dhe më i përfolur i momentit, i cili është Eliona dhe Kloti. Po. Të ndalemi për Elionën dhe Klodin.
Po që kur thua në fakt Eliona dhe Klodi nuk ka nevojë për ndonjë pyetje tjetër. Dëgjoj, do t'i paralelizoja me suksesin dhe me dashurinë e madhe që publiku ka pasur dhe ka për Luiz Chiara, është po e njëjta dashuri dhe po e njëjti sukses që ka pasur Luizi me Chiarën kanë tashti Eliona me Klodin. Unë jam në kontakt me njerëzit që i pëlqejnë, me njerëz që kanë interes për të ditur çfarë bëjnë ata me jetën e tyre, projektet e tyre televizive, njerëz që duan të shkojnë në ekrane. Rrallë herë ndodh që ka çifte që janë të bukur si në paraqitje ashtu dhe në shpirt. Rrallë herë ndodh që publiku të dashurohet realisht me këto njerëz, rrallë herë ndodh që kur i duan në mënyrë të verbër, rrallë herë ndodh një lloj, po të marrësh historinë e tyre, një lloj siç ka ndodhur me Luizin që u sulmua Instagrami dhe ju mbylli, njëjta gjë i ndodhi dhe Klodit. Është kjo lloj xhelozia e estradës shqiptare që nuk e di pse është kaq estradë sa që është tek ne. Shumë shpejt do të jenë në Klan Kosova tek një program që quhet Supernova. Kanë projekte të tjera televizive, janë jashtëzakonisht shumë të preferuar, janë shumë të klikuar. Për momentin, unë di të them vetëm kaq që nëse ka 2 çifte, 3 çifte në fakt, që publiku do pafundësi shumë, janë Luiz Chiara, Klodi Eliona, Gimbo Selin. Në të vërtet janë 3 çiftet më duken sikur janë më reale. Realisht. Jo sikur janë më reale, mos e Luiz Chiara po unë mendoj që janë në pritje të fëmisë së dytë, pavarësisht se jam unë ai që duhet të jetë lajme të tilla, duhet të jetë Chiara, po. Kështu që jo real, po janë jashtëzakonisht shumë real. Tani, kalojmë pak tek modelet që marrin pjesë në emisionet sportive. Se që ke bërë një deklarat për ata? Kjo goja ime që s'mban dot asnjë gjë. Dëgjoj, kam bërë një lloj paralelizmi me kanalet e huaja të Mediasetit dhe nuk e di pse ka filluar rëndom të ndodhi edhe në Shqipëri kjo gjë. Nëse ti shikon Mediasetin kur ka emisione sportive, pjesë të paneleve janë 1 ose 2 modele që janë të dashura ose ish të dashurave të yjet botror të futbollit, të cilët ftohen aty për të pyetur enkas për në një gjë private të çiftit, si ka qenë marrëdhënia ose si është marrëdhënia, nëse ka marrë pjesë në stadium, kush ka qenë në emocioni etj. Ndërkohë që në Shqipëri ndodh krejt e kundërta, merr ty modele që as modele nuk janë, sepse që ti jesh modele duhet të kesh industri mode. Ne s'kemi as industri mode. Një herë shëllesh bën një sfilat Joni Peçi që as vet nuk e dim se nga i merr ato rroba, një herë në vit bën një tjetër me fustane nusesh, kjo është moda në Shqipëri. Ne nuk kemi industri mode dhe ti nuk mund të quhesh modele për sa kohë ti nuk ke industri mode, se ku modelon ti të keqen. Të shkalla, ti maksimumi je mis pallati. Maksimumi ke marrë pjesë të përputhen, për të rritë vlerën vetes, për ta çuar pazarin nga 500 në 1000 euro, kaq bën ti. Se gjë tjetër, dhe kur them ti më fal se kam me ty, po e kam me këto personazhet që shesin kremin e krërin e 1000 euro dhe kremin e fytyrës 6000 euro dhe make-upin 4000 ca euro. Këto janë ato personazhe që unë gjuaj, që s'kan lidhje fare me emisionin sportiv, që duhet hequr dorë një herë mirë nga kjo metoda që të marrin femra të bukura, që të kemi klientë në lokal, që të vinë edhe t'i gjujnë, hajde marrin femra të bukura, që t'i kemi në emision, që ta shohin njerëzit sa më shumë. Është për mua ignoranca më e madhe, realisht. Me këtë e kam unë. Ky është fenomeni. Njerëz që nuk kanë lidhje fare. Për sa kohë ti ke një event siç është botrori, ti ke nevojë të dëgjosh specialist, më mirë fto vajza që janë pjesë të ekipeve të futbollit, po jo më që janë gazetare sporti, po qoftë edhe sportiste, më ke sportiste femra. Ke ekipet futbollit, ke vllaznin, ke vajzat, mund të marrësh vajzat e ekipit vllaznis apo Dinamos, a Tiranës, a Partizanit, ke pafundësi shumë elemente. Pse duhet marrësh ti një pjeshk të impostuar që rri aty ulet, edhe çfarë bën ajo, thjesht të shet ty buzët edhe gjoksin, se gjë tjetër për sportin ajo nuk ka lidhje fare. Sporti e më ekstrem që ajo mund bëj është format e topit që ka të barabarta me format e topave tjerë që ajo preferon. Kaq. Që ke shumë i indinjuar për këtë. Jo, s'jam i indinjuar, jam i drejt për drejt, sepse më vini natë që ne po na serviren për modele të tillë personazhe. Duhet marrë një herë fund, duhet marrë një herë për gjithmonë fund kjo lloj metode ku ti merr
kukulla Barbie që i vendos aty për zbukurim, sikur kemi pas dikur shishet e Coca-Colës apo kanoçen e Coca-Colës e vendosim nëpër bufe ose në një budallik tjetër që vendosim sipër televizorit me centro. Ka hik ajo ko. Ka hik. Këto lloj femrash le dalin, le të bëjnë punët e tyre, le të eskortojnë, le të shkojnë nëpër burgje, le të bëjnë çfarë duan. Nuk kemi nevojë të shikojmë në ekran, duam me pa një emision televiziv në ekran, ta shikoj pa këto personazhe. Siç keni juve, keni një emision televiziv që shqyr zoti këto lloj personazhesh mungojnë, po duhet rrit presë juve ta nxjini në YouTube, që unë ta shoh. Të pëlqen domethënë. Pse? Po patjetër që më pëlqen, sepse ka mendim, po patjetër se ka mendim specialistësh. Nuk rrit dëgjoj budalliqet e asaj që thot kofsha atit është më e bukur sa kofsha atit. Më hyn mua në punë këto gjëra. Unë dua të dëgjoj analizë futbolli. Dhe jo analizë seksi. Po tani. Ha. Në intervistën e radhës që kishim bashk, ke thënë gjithmonë kur të pyeta mua për Brikenën dhe Mateon, por jo vetëm tek mua, po ke thënë gjithmonë që Brikena dhe Mateo po bëjnë një strategji, nuk janë të ndarë. Ja, të korrigjoj. Jo Brikena dhe Mateo. Eduard Manushi të Top Arena ka zgjedhur për të bërë këtë lloj marketingu për emisionin e tij, jo për çiftin, se për çiftin ta siguroj që nuk i intereson fare. Madje ke reaguar dhe për Manushin. Po, faktikisht unë se kisha me këta fare, unë kisha me Manushin, sepse duhet të vazhdojmë prapa, dalim dhe kjo, teoria e marketingut të vitit 97. Domethënë, hajde bëjmë, ka ndërtu një lloj telenovele indiane që realisht për njerëzit ka filluar të bëhet shumë e lodhshme. Ti duhet fillosh para se ta bësh këtë gjë dhe para se ti të kesh këtë shikueshmërinë. Ti duhet fillosh të mendosh për ata njerëz që ty të ndjekin. Domethënë, ty të ndjekin një grup fansash, dhe nuk më pëlqen që t'i quaj fansash, po një grup njerëzish që janë të apasionuar dhe kanë një lloj dashurie për këto personazhe. Për sa kohë këto njerëz kanë një lloj dashurie për këto personazhe, ti nuk ke pse t'i servirësh njerëzve një telenovel indiane çdo javë. Domethënë, ti i ndan në maj, i bashkon për të përgatitur për emisionin që të fillonte në qershor, i pajtove në qershor, një ditë më vonë sa jove një shtatzani pa pikë lidhje sepse ajo kishte vajtur në tualet edhe unë ndërprej emisioni sa juan një orë që ajo u zhduk etjere, plasën, pastaj nxorën lajmin se Brikena ishte shtatzan dhe të nesërmen çfarë bën fajte bëre një Sarasvati Çandra tjetër ku ti e ndave sepse ishte kjo dashuri e pamundur etjere, në pritje të nxjerrjes së këngës dhe të finales së madhe ku ata të dy do ripajtohen prapë bashkë. Ky është skenari, më vjen keq që po ja nxjerr skaletën Top Arenës, po ky është skenari. Jam te këto pra, jemi te këto. Ti bën një emision futbolli që njerëzit ta shikojnë sepse dy personazhe Big Brotheri ndahen dhe pajtohen aty, po jo për elementin e emisionit që ti po i servir publikut që është sporti në thelb. Dhe nëse ndarja dhe pajtimi për të tallur menderen me publikun quhet sport, atëherë unë ja pranoj. Por për sa kohë nuk është sport, po është thjesht një tallje mendereje, unë nuk e pranoj këtë gjë dhe prandaj unë vazhdoj dhe ja them, ju lutem, hiqni dorë të së ndjekuri këto lloj emisionesh, të cilat nuk bëjnë asnjë gjë tjetër, vetëm tallen me ju. Kjo është gjithë ideja. Unë s'kam asnjë gjë me çiftin. Ata janë pjesë e emisionit për hir të kontratës që kanë patjetër që do duhet që ta zbatojnë. Po dhe të bësh një Bollywood brenda Bollywoodit është akoma dhe më e shëmtuar. Janë disa strategji që i lodhin të gjithë dhe shumë të pavlefshme, nuk e di çfarë mund të arrijnë me këta. Nuk e di, duhet ta di vetëm Ed Manushi, i madhi i tutorialit të këtyre skenave. Atëherë është bërë dhe diçka tjetër shumë virale në rrjetet sociale. Është Juliana Nura që tashmë është shtatzan, por pa bashkëshort. Po të rikujtoj shumë Bleona Qerretin, ku mori vezët i futi të akullit dhe tha do t'i ruaj, tha se do t'i përdor më vonë. Duke bërë një fekondim artificial etj për të pasur një fëmijë dhe më pas etj për të lindur. Është një metodë që po e përdoret tërë bota, ajo ka dëshirë të ketë fëmijë, po nuk ka dëshirë të ketë partner, është e drejtë absolute e saj. Mua më ka pëlqyer kjo pjesë që ajo e pati lirshmërinë ta thotë ta pranojë, dhe të mos bëj si të gjitha këto që kanë gjasë me një partner sekret, ose si këto që pa edhe pasi kanë lindur vazhdojnë dhe thonë që jemi të virgjëra, shqyr Zotit që nuk është si ato, dhe ka bërë gjë më të mirë. Unë prisja që ta bënte Bleona Qerreti këtu, se ka një 10 vjet që i kanë lënë vezët në akull, mendova se ta kishte bërë ajo përpara.
Po me sa duket është treguar me shkallët Juliana Nura. Shumë mirë, ndjenja e mëmësisë është me çam ka thënë mamaja ime është një nga ndjenjat më të bukura, s'ka pse t'ja privoj vetes. I urojmë shtatzani të mbar. Tani për mbyllje do të ndalemi pak te Malbora dhe Indriti. Zbulimet e mia. Zbulimet e mia janë shumë interesante, zbulimet e mia janë shumë interesante, për sa kohë na ushit në ferma VIP një raport që dikur kishte pasur një lloj miqësie dhe na ushqit si një kafe, më pas pati atë debati në ferma VIP, kishte mosmarrveshje, personazhet nuk flisin njëri me tjetrin dhe mua më ndodhi rëndom që në blog pastaj pa dashje shikoj Malborën duke pirë kafe vetëm për vetëm me Indritin. Kështu që a ka qenë kjo një strategji, unë e ftoj publikisht Malborën dhe Indritin të prenoncohen dhe t'i thonë publikut. A ka qenë ferma VIP apo ajo që ndodhi në ferma VIP një strategji apo personazhet kanë diçka njëri me tjetrin? Gjej rastin t'ja bëj nëpërmjet emisionit tuaj dhe gjej rastin do t'ju lutesha shumë që këtë pjesën të lutem ta hidhnit në Instagram sepse realisht dua t'ja bëj Malborës këtë pyetje dhe Indritit këtë pyetje se dua të marr realisht një përgjigje nga ta. Sepse nëpër intervista shfaqen si njerëz që nuk kanë komunikim njëri me tjetrin, por me aq sa kanë vënë re unë. Kanë like, pëlqime në i koment lart e poshtë. Unë madje pasi pash kafen që këta ishin duke pirë në blog, edhe sipas disa informacioneve të mia, disa pëllumba që më vinë me letra edhe me mesazhe të koduara, kam marrë vesh që nga ana e Indritit ka një lloj flirtimi me Malborën. Nuk e di nga ana e Malborës është apo jo, di vetëm nga ana e Indritit që ka një lloj flirtimi apo një lloj dëshire për të ribashkuar në shoqëri, jo më shumë, kështu që jam shumë kurioz, me që i kam komentuar gjatë lojës së fermës, jam shumë kurioz ta marr vesh, ka qenë e vërtet raporti në ferma VIP apo është i vërtet ky raporti që është jashtë? Ti do ta marrësh vesh dhe do ta ndash me ne të gjithë. Patjetër, sepse unë do përdor emisionin tuaj për të marrë përgjigjen nga ata të dy. Elton, të falenderoj shumë, bashkë do të shihemi sërish. Edhe është kënaqësi që të bëjmë këtë bashkëbisedim bashkë. Tani do të flasim për një temë që shumë nënave u intereson. Do të flasim për fëmijët e tyre. Kur është normale të vazhdojnë të flasin, kur është normale të vazhdojnë të belbëzojnë e të tjera me radhë. Për këtë do të jemi në studio me lokopede. Elisa, përshëndetje, të kam përsëri në studio dhe jam shumë e lumtur, ku sot do të flasim për një temë prap në lidhje me fëmijët. Kur një prind thot fëmia im nuk reagon kur e thërras në emër. A është kjo një shenjë alarmi apo thjesht një shpërqendrim i fëmijës? Duhet të shikojmë faktorët ambiental të momentit që prindi e ka thirrur fëmijën në emër. Duhet të shikojmë nëse në atë moment fëmia ka qenë duke luajtur një lojë të pëlqyer, nëse fëmia në atë moment ka qenë duke parë ekranet, gjë që është më se normale që e vendosin në botën e tij dhe normalisht që vonesa ndaj reagimit të emrit është shumë herë më e lartë krahasuar me një thirrje emri në një moment kur fëmia nuk është duke bërë asnjë lloj aktiviteti, sidomos kur nuk është duke parë ekranin. Në cilën moshë pritet që fëmia të fillojë të reagojë ndaj zërit, fytyrës dhe emrit të prindërit? Dhe çfarë duhet të shohin konkretisht? Atëherë, po ti marrim etapat një nga një. Kemi 0-3 muajsh dhe 3-6 muajsh. 0-3 muajsh fëmia e vetë një gjë që bën janë vokalizimet minimaliste dhe fillon të bëj avash të qeshurën sociale. Tamam, kjo gjë arrihet në moshën 0 deri në 6 muajsh, ku fëmia fillon të reagojë ndaj emrit, fillon të bëjë të qeshurën sociale ndaj familjarëve, fillon të vokalizojë, të bëjë gugatjet. Pra kjo tregon një zhvillim tipik të fëmijës, një zhvillim të mirë të themi. Nga 0 deri në 6 muaj, cilat janë shenjat që tregojnë se fëmia është në rregull, domethënë mund të nisë komunikimin? 0-6 muajsh fëmia përpara sa të fillojë të komunikojë me fjalë, duhet të fillojë të zhvillojë gjuhën e kuptuar.
Pra 0-6 muajsh fëmia nuk ka ende fjalë dhe ende nuk mund të arrim të kuptojmë nëse do fillojmë shpejt me fjalë apo do fillojmë më vonë me fjalë. Ajo që mund të kuptojmë dhe të themi që zhvillimi gjuhësor i fëmijës deri në atë moshë është okay, mund t'i bazojmë vetëm gugatjeve dhe belbëzimeve, sepse 0-6 muajsh fëmia e vetmja gjë që bën janë gugatjet dhe fillimi i belbëzimeve që fillojnë 6 deri në 9 dhe 10 muajsh. Pra, në momentin që fëmia vokalizon, fillon të bëj belbëzimet, fillon të bëj të ndërveprojë ndaj mjedisit rrethues, të reagojë ndaj emrit, të qesh me prindit, pra të ketë qeshmën sociale në fytyrë, atëherë tregojnë që zhvillimi i fëmijës, zhvillimi jo vetëm gjuhësor, por sidomos ai kuptuar, sepse 0-6, 6-12 muajsh, 12 dhe deri në 15 muajsh më e rëndësishme sa fjalët është gjuha e kuptuar dhe më pas gjuha e folur. Elisa, nëse një fëmijë nga 4 deri në 6 muajsh nuk reagon, do me thënë nuk e ka këtë buzëqeshjen sociale ashtu siç thua ti. Nuk reagon kur e thërrasim, apo nuk luan, se luajnë fëmijët 4 deri në 6 muaj, besoj luajnë. Me lodër, ta kapin, ta shikojnë. Sa shqetësuese është kjo? Jo gjithmonë është shqetësuese. Pasi kemi fëmijë të cilët janë introvert. Dhe as nga një fëmijë në një fëmijë tjetër gjërat ndryshojnë. Por normalisht që një fëmijë në moshën 4 deri në 6 muajsh teorikisht duhet të krijojë këtë të qeshmën sociale dhe duhet të fillojë me pjesën e vokalizimeve. Por nuk mund ta cilësojmë në asnjë moment që fëmia po paraqet një sinjal që diçka nuk shkon me zhvillimin e tij. Pra, edhe pse ne e fusim si një proces që duhet të nisi 4-6 muaj që fëmia të ketë qeshmën sociale, nuk mund ta cilësojmë si një gjë apo si një faktor që e pengon zhvillimin gjuhësor më mbrapa apo zhvillimin në gjuhën e kuptuar më mbrapa. Nëse në muajin e 9 ose 9 muaj, fëmia nuk belbëzon, nuk e shikon prindin me sy apo ta kërkoj me duar, a duhet shqetësohemi dhe a duhet të kërkojmë ndihmë tek specialistët? Teorikisht është shumë herët. Në moshën 9 mujore normalisht është shumë herët. Por po të ndajmë teorinë nga praktika, këto janë disa sinjale të hershme, të cilat një pjesë e mirë e prindërve në gjuhën e përditshme që ne përdorim i bëjnë skip. Pra nuk e pranojnë dhe presin që do ta bëjnë pak më vonë. Një fëmijë në 9 muajsh reagon ndaj emrit, kërkon të ndërveproj me ty, kërkon të bëj toke, kërkon të belbëzoj, pra nëse ti e imiton pas fëmijës, ai e bën akoma dhe më tepër. Pra, po ta marrim nga ana praktike, ka diçka që nuk shkon. Por po ta marrim nga ana teorike është shumë herët. Pra, tamam që të mund të themi që është për të shqetësuar është kur jemi 15, 18 dhe 24 muajsh. Pra i japim kohë, i japim sërish kohë fëmijës që të ketë zhvillimin e tij tipik. Gjatë kësaj kohe, nëse se kemi prindër që na shkruajnë në mesazhe. Fëmia im është 9 muajsh, është 10 muajsh, nuk ka të qeshurën sociale, nuk reagon edhe aq mirë dhe të manipulojë aq mirë me lodrat, çfarë të bëj? Është për të shqetësuar. Neve i themi që akoma jo. Por ajo çfarë ata mund të bëjnë është ta nxisin, ta stimulojnë. Ta stimulojnë me sa më shumë lojra. Lojra në kuptimin jo me lojra të blera. Domethënë ne mund t'i blejmë fëmijës lodra më të shtrenjtë, por sërish ai mund të marrë një pult, një kapse. Pra ajo çfarë dua të them është mënyra se si prindi ndërvepron me atë lojën. Ne duhet të kemi parasysh gjatë gjithë kohës. Nëse duam që fëmia të stimulohet dhe të reagojë dhe të ketë atë stimulin që të ndërveprojë me neve, duhet të bëjmë dhe t'i ofrojmë një palaco cirku dhe jo një person serioz. Pra, nëse fëmia ndërvepron, bën gugati, bën vokalizime, belbëzime, ne duhet bëjmë të njëjtën gjë pas tij. Mundësisht ta stimulojmë akoma më tepër. Në ky është një informacion shumë i vlefshëm, Elisa, se kemi shumë prindër që shikojnë në kopsh, në çerdhe që disa fëmijë belbëzojnë, kanë veprime shumë më të shpejta se fëmia e tyre. Edhe shqetësohen shumë. Edhe kjo që dua të japi unë një informacion, edhe që t'japim siguri një prindi që ka një fëmijë introvert, le ta quajmë, të jeti sigurt sepse mosha në teori, ashtu siç e keni ju lekopedët, është nga mosha 12, 15, 18 muajsh janë shenjat e alarmit që ka diçka që nuk shkon me fëmijën tonë. Ndërsa
kur e kemi në moshën 9 mujore, thjesht duhet ta kemi në kujdes, në monitorim, për të parë nëse vërtet mund të ketë diçka që nuk shkon, apo thjesht është fëmia introvert, apo thjesht nuk e kemi stimuluar mjaftueshëm. Nëse një fëmijë 12 muajsh nuk e ka këtë toke, patrim, këto gjërat e vogla, çfarë sinjalizon kjo? Po ta marrim në tërësi, ta analizojmë, një fëmijë në moshën 12 muajsh, por jo vetëm 12, mund të japim kohë plus 2 muaj gjithmonë. Duhet të bëj toke, duhet të bëj patrim, duhet të bëj bravo, të tregoj me gisht drejt asaj që do, sepse ka një stimul, e kërkon me ngul dhe normalisht një fëmijë që ka një zhvillim tipik tregon me gisht drejt asaj që do, për ta treguar që unë e dua dhe ma jep. Por duhet ta ndajmë nëse mjedisi rrethues, mami, babi, nëna, gjyshi, nuk na i ka mësuar në asnjë moment, as të bëjmë toke, as të bëjmë bravo, as të bëjmë patrim. Pra nëse na kanë ofruar vetëm mikun ton më të ngushtë që e kanë fëmijët, ekranet, atëherë normalisht ata nuk din të bëjnë as toke, as patrim, as bravo dhe as të tregojmë me gisht. Pra në këtë moment ta diferencojmë që nuk është një shenjë alarmi për elemente të spektrumit, por është një shenjë alarmi që duhet të ndërpret patjetër ekspozimin ndaj ekraneve dhe që prindi duhet të ketë një ndërveprim në mënyrë aktive me fëmijën dhe jo në mënyrë pasive. Është shumë e rëndësishme pasi fëmia që të arrijë të zhvillojë aspektin gjuhësor, pjesën e të kuptuarit, gjithnjë dhe më shumë, duhet të ketë ato treshen lodra, prindi dhe fëmia. Në momentin që ndërveprojnë pra si një treshe e vetme, lodra, prindi dhe fëmia, atëhera fëmia krijon atë që quhet vëmendja e përbashkët. Në momentin që krijon vëmendjen e përbashkët, prindi po jep maksimumin e tij dhe fëmia po merr maksimumin e prindit. Pra aty zhvillohet pjesa ekspresive që themi neve, ose ndryshe fillojnë fjalët e para, fillojnë imitimet e para. Pra prindi në këtë moment është gjatë gjithë kohës me fëmijën dhe në atë moment po bën maksimumin. A është shqetësuese Elisa kur një fëmijë nuk përpiqet të flas, të komunikojë me sy, apo t'i përgjigjet emrit të tij? Se kemi dhe nga ato fëmijë që janë shumë përtac. Ka diçka që prindrit e cilësojnë fëmijën e tyre përtac, por duke qenë me këtë term është fakti që fëmijët mund të shkojnë 2 vjeç, 3, 4. Ka qenë një mesazh i fundit fare që më ka ardhur, kam fëmijën 5 vjeç dhe ende nuk flet. Dhe thot është përtac. Të jemi 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç dhe sërish fëmia jon të mos flas, e eliminon në mënyrë direkte që është përtac. Do të thotë që diçka nuk po shkon me zhvillimin gjuhësor dhe me zhvillimin e gjuhës së kuptuar. Zakonisht duhet të analizojmë në tërësi si një piramidë, disa paraftësi. Ajo çfarë duket është gjua e folur. Por e shikojmë gjithmonë që nuk është vështirësia e fëmijës tek gjua e folur, por është tek gjua e kuptuar. Një fëmijë i cili shkon 2 vjeç për shembull dhe nuk reagon ndaj emrit, nuk ka kontakt me sy, nuk ka interes për asnjë lloj aktiviteti, me pak fjalë është në botën e tij, do të thotë se diçka nuk po shkon siç duhet në zhvillimin e gjuhës së kuptuar. Pra jo në zhvillimin gjuhësor. Shpeshherë sinjali që dhe arsyeja pse prindërit vinë për të bërë konsulta te logopedi është fëmia im nuk flet. Çfarë ti bëjmë? Është më poshtë. Pra, problemi nuk është maja e icebergut, por është baza. Pra është gjua e kuptuar. Dhe që të arrijmë tek gjua e folur, duhet të kemi parasysh dhe të punuar gjua e kuptuar. Gjua e kuptuar çfarë do të thotë? Fëmia duhet të kuptojë të marrë për shembull merret topin. Duhet të kuptoj që hajde marrim këpucën të ikim. Duhet të kuptoj hajde te mami, hajde te babi. Nëse ne vetë flasim fëmijës ton, hajde te mami, hajde te babi dhe fëmia vazhdon ende me një makinë duke luajtur dhe duke parë rrotat e makinës, tregon që ka diçka që nuk shkon me gjuhën e kuptuar dhe jo me fjalët. A ka ndodh për shembull që nuk e ka të mirë gjuhën e të kuptuarit, por fjalët flet? Po. Sa raste janë? Domethënë janë 50 me 50. Ke fëmijë të cilët vinë dhe direkt nuk kanë asnjë fjalë dhe kanë të prekur gjuhën e kuptuar, dhe këtu tregohet direkt përqendrimi i prekur, ndërveprimi i prekur. Ke fëmijë të cilët kanë fjalë, por nuk i kanë në kontekst. Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, shikojnë makina, por nuk i thon makina, thon topi.
Pra po bën një përsëritje të fjalëve që mund të kenë dëgjuar më përpara. Pra është thjesht një formë ekolalie e vonuar, jo e menjëhershme, ose ndryshe siç e themi në gjuhën e përditshme, një përsëritje të fjalëve që ka dëgjuar më përpara. Në momentin që përdorim një fjalë, por e përdorim jashtë kontekstit, nuk numërohen si fjalë, pavarësisht që thjesht e prodhojnë si të tillë. Pra që të numërohen si fjalë, numërohen në momentin që janë në kontekst dhe referuar situatës. Pra kemi fëmijë që flasin, por nëse nuk flasin në kontekst, i bie që sërish është të prekur gjuha e të kuptuarit. Cilat janë shenjat më të forta të zhvillimit atipik nga 0 deri në 24 muaj? Shenjat kryesore janë pjesa e ndërveprimit, pjesa e përqendrimit, kur i thërret në emër dhe sërish nuk reagon, vazhdon të luaj me lodrën e tij, mund të luaj me një lidhse edhe 1 orë, 2 orë pa u çuar nga vendi. Një shenjë tjetër është kur nuk reagon ndaj emrit, kur bën lëvizje përsëritse, rrotullohet rreth vetes, bën flapping që thash janë rrahja e krave si zok, tundja e kokës si shenjë mohimi, shikimi në mënyrë periferike, por edhe ajo çfarë është kryesorja fare është pjesa e të kuptuarit që duket që nuk merr as komandat dhe as udhëzimet më të thjeshta. Po ashtu duhet që në këtë moshë që thamë diku te 2 vjeç, duhet të bënte toke, të bënte bravo, të bënte paçim, të marr komandat. Pra, po ti marrim si një grup, janë të gjitha sinjalet që fëmia duhet patjetër të kontaktojë sa më shpejt një logoped për të filluar procesin terapeutik. Atëherë Elisa, unë doja një mesazh të rëndësishëm për të gjithë prindit se kur duhet të presin dhe kur nuk duhet të humbasin kohë dhe ku duhet të adresohen. Patjetër. Duhet të mos humbasim kohë nëse fëmia ka shenja të dukshme. Për shembull, nëse fëmia është 12-15 muajsh, por nuk ndërvepron, nuk reagon ndaj emrit, nuk kërkon të manipuloj me prindrit bashkë me lodrën, por kërkon të manipuloj vetëm me një lodër, edhe për orë të tëra. Kur nuk merr komanda, sado të thjeshta të jetë, kur ti thua merre bukën, ndërkohë se merr, kur ti thua merre ujin, merre topin, hajde ikim, dhe sërish fëmia vazhdon të qëndrojë ulur. Nëse neve i themi hajde bëjmë toke, hajde bëjmë paçim, hajde bëjmë bravo, sërish nuk bën asgjë. Pra, çfarëdo lloj gjëje që ne komunikojmë nuk reagon. Pra, kjo është shumë e dukshme që nuk duhet të humbasim fare kohë, por duhet direkt të kontaktojmë një logoped për të parë numrin e fjalëve dhe një neuropediatër ose psikiatër infantil për të parë zhvillimin e gjuhës së kuptuar. Pra duhet një kombinim i të dy palëve për të përjashtuar secilën anë të vështirësisë. Elisa, të falenderoj shumë. I falenderoj unë. Tani është momenti të flasim pak për fëmijët. Por sëmundjet që kanë gjatë verës, të vjellat, diare dhe cilat janë infeksionet që preken më shumë gjatë verës. Jam shumë e lumtur që në studio kam Zerina Sheme, pediatre e kopshtit Dritë Dielli. Përshëndetje. Mirë se u gjej. Falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe dhe të flasim për fëmijët, për se si funksionon kopshti Dritë Dielli dhe për kujdesin që keni ndaj fëmijëve. Po, tani është stina e verës dhe i gjithë shqetësimi është tek shëndeti i fëmijëve. Kryesisht infeksionet diareike janë të stinës së verës, por jo vetëm prekin grup moshat e kopshtit, por edhe ato të shkollës, ku ka kolektiva, edhe në restorante mund të jenë burim infeksioni për atje ku ka ushqim social dhe jemi fokusuar drejt parandalimit të këtyre infeksioneve gastrointestinale. Pse ka kaq shumë ndryshime gjatë sezonit të verës? Ndryshime janë temperaturat e larta, fëmijët dehidrohen, fëmijët janë më të prekur ndaj ndryshimeve qoftë klimaterike, por edhe nga imuniteti i tyre akoma i brisht, i paformuar mirë, i bën ato më të prekshëm ndaj infeksioneve gastrointestinale. Këto infeksionet janë të verës, janë më shumë nga uji, nga higjiena apo nga ushqimi? Kryesisht janë nga uji i pishëm. Unë do të
nëpërmjet kamerës doja t'i drejtohesha me një mesazh të gjithë qytetarëve që na ndjekin në lidhje me higjienën vetjake të mjedisit dhe higjienën ushqimore. Gjatë zinxhirit ushqimor ndodh që të infektohen ose nëse nuk ruhen mirë nga prodhimi, nga thertoria për shembull, e deri në gatim, atëherë kjo mund të sjellë pasoja çrregullime gastrointestinale. Do me thënë, uji i ndotur është burimi kryesor, por janë dhe kushtet të tjera higjienike. Fëmijët janë më të predispozuar sepse nuk i respektojnë rregullat e higjienës. Në fakt, mënyra e transmetimit të infeksioneve të aparatit tretës është fekalorale, do me thënë, nga duart e palara i futin në gojë dhe infektohen. Ne bëjmë shumë punë edukuese në lidhje me higjienën personale, larjen e duarve, por më tej kjo duhet parë në të gjitha institucionet e ushqimit social, higjiena e duarve. Cilat janë ushqimet më të rrezikshme gjatë verës tek fëmijët? Po, ushqimet me bazë proteinike, bylmeti, mishi, peshku dhe të gjitha produktet që nuk përpunohen mirë nga ana termike, po edhe të konservuarat. Sa shpejt mund të prishet një ushqim në temperatura të larta dhe pse prindit nuk duhet të lejnë ushqime jashtë frigoriferit? Brenda 2 orëve, në qoftë se ai ushqim është përpunuar mirë, është zier me presion, mishi kryesisht, është zier me presion prej 20 minutash, atëherë çdo rrezik për infeksion gastrointestinal kalon, nuk është e mundur, ndërsa për ushqimet që konsumojmë jashtë ambienteve kolektive, për shembull me zgara që mund të bëjmë në kushte shtëpie ose edhe në për lokale që preferojmë peshkun crudo ose të gjitha këto janë burim infeksioni, akulloret, të cilat mund t'i blejmë, mund t'i konsumojmë tek ambulantët, të cilat nuk janë të licencuara, mund t'jenë burim infeksioni për çrregullimet e aparatit tretës. Kur një fëmijë ka diare dhe të vjella, si ka dalloj një prind nëse është një shqetësim i lehtë apo një infeksion që kërkon mjek? Po, në fillim prindi vëzhgon shenjat klinike. Shenjat e përgjithshme janë diare, më shumë se 3 herë në 24 orë, të vjella, po mund të ketë ose jo, dhe dalje të ujshme ndonjëherë me mukus dhe me gjak. Këto janë shenja që tregojnë që është marrë nga një ushqim ose nga uji i pishëm. Cilat janë shenjat e dehidratimit tek fëmijët që prindit nuk duhet i neglizhojnë? Po, nëse fëmija ka gjuhën e thatë, është i grindur, gjuha, nëse e vë gishtin aty ngjit, do të thotë se është tharë gjuha dhe është shenjë që ka nevojë për ujë. Në mënyrë periodike, çdo 10 minuta, 20 minuta, duhet i japim ujë, çaj, trisol dhe mikroelemente të tjerë që janë të tretura në këto paketat serum nga goja. Nëpërmjet temperaturës, përveç se dehidrohet fëmia, mundet me diaren të humbasi kalium, po edhe me të vjellat. Gjithashtu natrium, kalium janë mikroelementet kaq të domosdoshëm që shkaktojnë një lodhje, një zbeje pa fuqi dhe një puls të dobët dhe të shpejtë tek fëmijët. A është e rrezikshme kur fëmia refuzon ujin, ushqimin dhe vazhdon të vjell gjatë gjithë ditës? Nëse vjell mbi 3 herë radhazi,
atëherë duhet kërkuar ndihma mjekësore. Edhe urinimi është shenjë që tregon se fëmia është dehidruar. Nëse ka 8 orë pa e lagur pelenën, ose fëmia më i rritur pa vajtur në banjë brenda 8 orëve, kjo është shenjë e dehidrimit dhe po e vuan veshka. Në këtë mënyrë pra duhet dërguar në urgjencë që të marrë perfuzione. Është ndihma e parë që mund t'i japim fëmijës me diare. Do me thënë, çfarë duhet të bëj prindi në mënyrë direkte, t'i jap ujë, t'i jap ndonjë ushqim? Në fillim, në 6 orët e para kalon në dietë hidrike. Ujë, çaj, kos, dhall, çaj të ftohtë. I mat temperaturën, përdor antipiretikët sipas nevojës. Dhe pastaj kalon në supra të lehta. Probiotikët është shumë e rëndësishme, rregullojnë gjendjet e lehta, sepse shkaktarët e këtyre çrregullimeve mund të jenë virusale, rotavirusi që është më i zakonshëm dhe megjithë që kalon në formë të lehtë sepse fëmijët vaksinohen, por mund të jenë edhe bakteriale. Mikrobi Shigellës, Salmonellës, Escherichia coli, po edhe Staphylococcus janë infeksionet më të zakonshme. Pastaj ato më të rrallat është lamblia, që është një parazit një qelizor dhe shkakton diare. Fillon me shenjat, quhet ndryshe edhe diareja e turistëve ose diareja e udhëtimit. Zakonisht kur shkon në një zonë që nuk e qenë më parë, mund prekesh më shpejt nga këto ndryshimi, nga stili ushqyerjes, sepse kërkon të marrësh ato ushqime që duken më të freskëta, por gjithmonë duhet kemi parasysh me ruajtjen me rigorozitet të rregullave të higjienës ushqimore dhe të zinxhirit ushqimor. Cilat ushqime duhen shmangur kur fëmia ka diare dhe cilat janë ato që e rikuperojnë? Kur ka diare, nuk do t'i japim yndyrna, edhe qumshti e shton diaren, ndërsa kosi ka probiotikët që janë aq të domosdoshëm që ndihmojnë tretjen. Tjetër, supa me oriz është një mënyrë për ta mbledhur, kosi me banane. Këto janë që mund t'i japim në ditën e parë të një çrregullimi diareik. Duke përdorur antibiotik, a e dëmton fëmijën? Është ky gabimi më i madh që i bëjnë fëmijës prindërit? Prindi duhet vlerësoj gjendjen e përgjithshme të fëmijës. Nëse fëmia është aktiv, e suporton mirë këtë situatë, atëherë duhet të presim duke ndihmuar në këtë mënyrë dhënia e lëngjeve dhe ushqimet edhe drithrat ja fillojmë në ditën e dytë, ku siç thash orizi, po jo me shumë yndyrë. Djathi, kosi kanë fermente e ndihmojnë fëmijën që t'i absorboj më mirë, të rregulloj ato përthithjen e ushqimit në zor, sepse enterotoksinat bëjnë efektin e tyre, fillojnë thithen, kalojnë në gjak dhe tek foshnjat e 0-1 vjeç mund të japin edhe një gjendje septike me ethe, me të dridhura. Në situata të tilla duhet menjëherë të kërkosh ndihmën mjekësore. Ndërsa nëse fëmia është aktiv, merr lëngje nga goja, nuk ka të vjella, mjafton 2-3 ditë të presim. Nëse diarea vazhdon më shumë se 3 ditë, atëherë duhet kërkuar ndihma dhe ndërhyet zakonisht me antibiotik me spektër të gjerë veprimi. Ndërkohë, mjeku ka rekomanduar koprokulturën, është mbjellja e feqes dhe një feqe për parazit, edhe parazitët, si që thamë, lamblia, ose gjardja që quhet në shumë vende të botës.
është infekcion tipik i stinës së verës, por ka një të veçantë që ndodhet, ekziston në natyrë në formën kistike. Kisti është si lëvozhga e vezës, që e mbron atë, qoftë edhe nga klori, nga dezinfektantët më të fortë nuk e shkatrojnë. Fëmia nga duart e palara mund të gëlltisi kistet e lambljas. Dhe në këtë mënyrë, kur shkon në stomak, zbërthehet në efektin e acidit kloridrik, zbërthehet dhe kthehet në formën vegetale. Aty shfaq shenjat e një diareje me mukës, me gjak dhe mëtej, nëse imuniteti i fëmijës është i dobët, këto parazit, një qelizor, kalojnë në gjak dhe në organe të tjera duke shkaktuar infeksione dhe komplikacione deri në të rënda. Në plazh, çfarë duhet të kenë kujdes më shumë prindërit? Ushqimet që marrin me vete, akulloret apo duart e palara të fëmijëve që mund të konsumojnë diçka? Të treja bashk. Kjo është një situatë komplekse që duhet për të shmangur infeksionet, duhen parë shkëputur të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimor, të cilat mund të bëhen burim infeksioni. Njëkohësisht larja e duarve në lidhje me ushqimet që përdorim në plazh. Nëse gjithmonë them për ushqimet proteinike, mishi, bylmeti, qumshti, djati. Nëse te projnë, ai duhet konsumuar me njëherë, jo të rifutet në frigorifer përsëri, sepse bëhet burim infeksioni. Djati për shembull për listerian, që është një infeksion tipik për këtë lloj ushqimi. Sa të sigurta janë ushqimet ambulante, sufllaqet, sanduiçet dhe akulloret që fëmijët konsumojnë gjatë sezonit të verës? Ushqimet që akulloret që merren në market janë të sigurta, sepse janë të përpunuara mirë dhe kanë datën e skadencës. Çdo prind duhet lexojë me kujdes datën e skadencës. Nëse përdorim akullore, për shembull tek ambulantët që rrinë në rrugë ose anës vijës së ujit në plazh, jemi deri diku të rrezikuar ndaj këtyre infeksioneve, kryesisht bruceloza, që është një infeksion që vjen nga qumshti i baktive, nëse nuk është zier mirë vluar në 100 gradë. Po kështu bruceloza shpërndahet dhe me anë të djathit. Duhet çdo nën të jetë vëzhguese nëse shikon ndryshime karakteristike të erës, më mirë ta shmangi, të mos e përdori, jo ta ringrohi përsëri dhe ta konsumoj, por duhet të mos e përdori të paktën tek fëmijët këto lloj ushqimesh proteinike. Tani duam 5 këshilla të arta nga ti për të gjithë prindërit për të shmangur këto infeksionet e verës tek fëmijët e tyre. Së pari, tem për fëmijët e rritur të shkollës dhe të shkollës dhe adoleshentët, që preferojnë ushqimet krudo. Peshku është një burim aq i shijshëm i vlerave në lidhje me vitaminën D, omega 3-6 që ka, por mund të bëhet, në stinën e verës, mund të bëhet një burim i rrezikshëm infeksioni. Nëse ajo që e pastron peshkun nuk e lan mirë tek pjesa e barkut, ndodh që aty të ketë një infeksion parazitar, si që tham, lamblja, po ka dhe tenja, ka dhe trikocefal, janë infeksione shumë të zakonshme. Nëse peshku nuk është ruajtur mirë në akull, në kushte frigoriferike, po edhe gjatë gatimit,
nëse nuk është pastruar mirë, ai bëhet burim infeksioni për këto lloj kryesisht për lamja. Pra, duhet konsumoni ato ushqime që i pastron vetë në shtëpi, duke filluar dhe te frutat, dhe te sallatat. Nëse ato janë vaditur me ujë të ndotur, dhe kjo, nëse nuk lahet me ujë të rrjedhshëm, duke i hedhur edhe pak sodë që ta lëm 20 minuta në ujë, t'i lëshoj të gjitha ato plurat dhe vezët e parazitëve që mund të jenë kontaminuar nëpërmjet vektorëve të tjerë të cilat infektojnë këto produkte, atëherë mund të bëhemi tek fëmia një shkaktar i një infeksioni i cili merret nëpërmjet ushqimeve jo me gjendë të lartë. Këtu do të theksoja dhe për nënat luftën kundër mizave. Mizat dhe të gjitha insektet janë burim infeksioni. Sepse shkojnë te koshat e plerave dhe ndotin edhe ushqimin që rrin në banak. Prandaj, lufta kundër mizave fillon tek rrjetat e dritareve. Dritare duhet jenë të gjitha të mbyllura me rrjet. Pastaj, ato ngjitset që përdoren nuk janë toksike për frymarrjen e fëmijëve dhe mund të përdoren gjatë natës kundër mushkonjave ose në pjesë të caktuara të ditës. Ajri i kondicionuar në një temperaturë kaq të lartë është i domosdoshëm për fëmijët edhe tek fëmijët e përsalindur. Pra, në mënyrë që mos të krijojmë mbilëzehje, që edhe fëmia të ketë atë mirëqenien fizike që lidhet dhe me mirëqenien shëndetësore. Zonja Zerina, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi për këshillat e vlefshme që na the. Dhe kopshi dritë dielli është shumë e fat që ka një pediatre si ti nën kujdes. Falenderoj shumë. Ja, pra kështu i erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.